Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin ala rasulina Muhammad ibn Abdullah al-mab'uth rahmatan lil alamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Fillimisht hamdi falëndrimi takon madhnisë Allahut që na ka bërë të mundur me falëndru Allahun e vetëm që është një dhe pashoq, që na ka bërë musliman, edhe na ka mundësu sonte më kanë këtë mezhlis të khairit me falëndru Allahun, me madhru Allahun, me lip udhëzim prej Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe kjo është prej mirësive më të mëdha. E pastaj i çojmë salat edhe selam me pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë ata që ndjekin në rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. E lutem Allahun e Madh që mua Allahu të më jap sinqeritet në fjalë dhe në vepra dhe juve një ashtu, që Allahu të jetë i kënaqur me këtë mexhlis. E falenderoj këshillin organizativ të këtij mexhlisi të khairit dhe gjithë ju që keni gjetë kohë për me ardhur këtë mezhlis të khairit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha habba Allahu al-'abda ista'mala, kur Allahu e don robin e përpunon. E i thanë, ja Rasulullah, çysh e përpunon? Ta ja mundson me bë punë të mira. Çka mendoni që ky prezenca e ju në këtë mezhlis është punë e mirë, që e hidhron Allahun apo e gëzon Allahun? Në një mezhlis ku përmendet Allahu, në një mezhlis ku qohet salavate mbi Muhammed Mustafa a.s. Në një mezhlis që kemi nda kohë special për të madhruar Allahun, nuk mund mos më dasht Allahu, po ty të ka privilegju Allahun që këto momente dhe këtë qaste dhe në këtë mezhlis ku është e mbushur me velaçe, Allahu ta mundson me ndëgju fjalët e Allahut. O garante dhe sinqeriteti ju ka shti juve edhe neve me arsante në mesin e ju me kajt derte. Çfarë derte? Me kajt dertin e fjalëve të Allahut dhe ku është pozicioni janë me fjalët e Zotit. Këto vëllezër janë nga Kumanova, tash jam me xhlis kështu, as që u mendon më një herë. Këto kanë ardhur për punë tjera, po që Allah ja ka bërë rrezik këtu me sonte më kanë pjesë e këtij mexhlisit me këto vëllezër këtu në këtë tubin. Garant ky mexhlis ka mesazh që duhet ipët konkret, ndërsa ne kemi nevojë për shumë mesazhe dhe shumë nasihate, sikur në hoxhallarët dhe xhamati. Çka është më e nevojshme sot me fol? E ndëgjova prej vllaut që ma kishte thënë një rrjet, një listë të ligjëratave, dhe isha tu mendu se çka me fol për ibadetet e zemrës, me fol për frikën ndaj madhnisë së Allahut, me fol për shpresën ndaj Allahut, me fol për amentu billahin, me fol për angazhimin dhe pozitën tonë në Islam, ku e ki? Këtu këtë kina emra dhe mbi emra. Dikush e ka emrin Hasan, dikush Abdurrahman, dikush Abdurrahim, dikush Burim, dikush pyes nisan. A të ka shku menja në herë me ditë, çysh e ki emrin të Zotit? Në çfarë aspekti çysh e ki emrin të Zotit? Të Zotit çysh e ki emrin, a je sinqert? Ti nëse ki dituri, a jep diturin tënde shoqërisë tënde. Nëse Allahu ty të ka dhënë të ka bërë mësues, profesor, arsimtar, a jep hakin fëmijëve dhe nxënësave në shkollë. Nëse Allahu ty të ka bërë tregtar, a jep hakin ti tregtisë. Nëse na krejt që të vrapojnë pas riskut, a e kullojnë riskun halal apo haram. E prandaj çdo herë na duhet me korrigju vetveten dhe me këshyr. Ku e ki pozitën dhe emrin të Zotit? A je sinqert? A je bojar? A je aktiv në fenë e Zotit apo pasiv? Apo 24 orë Allah ti ka dhënë disponim, ti 1 orë për Allahun nuk ki mundësi me nda. I thash që ti vllaut kamermanit një ditë më herët, sallallahu Allah ja fal gjinohat. I thash ama shumë e do dynjan ahiretin, thash ahiretin ta. E thash sa punon për dynjan, sa për ahiret? Pyetje provokative është kjo. Sa punojnë na për ahiret? Kur ahireti është i përhershëm, dynjaja është e përkohshme. Realisht na edhe reqatet farz që i kemi, i mbajmë me të ngutme
edhe në qëto 25 minuta ibadet gjysore prej 24 orëve, edhe në qëto momente jena të gjithë në dynjot. Dikush të ara, dikush të fusha, dikush të furra, dikush të tezga, dikush të dyqani, dikush të fabrika, ti je me trup namaz, po nuk je me shpirtin tanë tek Allahu i madh. Edhe prandaj sot, Allah i shpërblet këto matmoqmit haxhilerë çka janë, jekini i këtyre dhe bindja e këtyre është një prej faktorëve, jo për shkak diturisë madhe që kanë pas, po për shkak bindjes të madhe që kanë pas se nëjna bereqeti gjeneratës të parë, xhallarëve të parë, gjyshallarëve të parë. Pse? I kanë kullu gjanat, kanë pas qef vetëm mirë me vallë, me takatin që ka pas mundësi. Prandaj mesazhi i sontit është halali, furnizimi halal e shtin njeriu me bë vepra të mira. Furnizimi haram ta ndal hugjumin nga xheneti. Furnizimi haram ta dridh shpirtin. Furnizimi haram ta dridh mendjen. Furnizimi haram s'len me fletë rahat. Mund është me pas shumë pasuri se në flenë rahat. Unë e njoh shumë tregtar. Gjepat i kanë kitë me hapa. Selam alaikum. Po aleikum selam. Shumica e tyre i trishtohet zemra dhe mendja. E nëpja anash, sidomos trit filani kerën më të mirë, shtëpinë më të mirë, luksozin më të mirë, kompaninë më të mirë. Hini pak mrena, vetëm mu për që ata unë të kallëzoj më mirë se ti. Shpesher në 2 natës në thirin e vëgjallar, se jam mirë, vëlla. Ju kam përzikavlat. Çka është obligimi muslimanit? Obligimi muslimanit është e para me mush zemrën me iman. Allahi në mush ja Rabbel Alamin. E dyta, obligimi muslimanit për me funksionu ka Zoti është në kitë kinarë sot mu këshilu, me mush mendjen me dituri. Ama as zemra, as mendja s'funksionon pa e mush barkin me halal. Allahu në mësën në Kur'an, ka thënë kullu minat tajjibat, hani prej ushqimeve halal. E po mirë, ashtë sot ruhemi në nga harami ma shumë, a pleqët e tamë. Shumica, sot nuk e këshirë prodhimin çfarë është. As cilësien e as formën e halalit. Do të vjen një kohë, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se njerëzve nuk do t'i intereson a është halal, a është haram. A është halal, a është haram. Për çka? Kanë një përzi. Që kjo është ujë. Me marr pak sen të papastërt me qita, e pi ujën jo. E po qysh po do më ushqy me halal dhe me shku në xhennet? Me haram, pani. Mesazhi është furnizimi i halalit ta ban udhëtimin e lehtë ka Allahu. Dhe është ibadet. Sikur që është ibadet namazi, sikur që është ibadet leximi i Kur'anit, si që është ibadet respekti prindërve, ibadet i veçantë është edhe ushqimi halal, mu furnizu me halal, me pas kujdes prej haram. I than Hasan al-Basrijes rahimahullahu ta'ala një ditë, i tha allimni al-ibada, tha mësom ibadetin ç'është ta bajnë. Nuk i tha fal shumë, as i tha lexo shumë Kur'an, as bane këta, veç i tha kallzon qysh han, qysh pin dhe qysh flen. Tha flen pa kufi, hiç pa orar. Allah i ka kriju orar të jetës. Ka kriju natën për me pushu, ditën për me gjallëru, për me punu. Të musliman deri para sabahit qut, pak para se me thirë zonja zë gjumi, qohet mas drekës, valla s'ka rrezë kësat hiq, s'kena pas punë hiq. Këto janë rregulla zbritura nga 7 katëshilla. Prandaj i tha, mëson qysh han, qysh pin, qysh flen, tha ha edhe pi full, po edhe se kundërnon shumë. Ama as gjumin, tha mësoj e vetën të hash halal, edhe tamam, edhe cilësien e halalit, të flesh tamam, të pish tamam, atëherë do të mësoj me boj ibadet. Prandaj, s'mund mu kanë trupi i let një ibadet, qysh bëni haxhi 70 vjetë rrinë kam, 1 saat i s'livri, të falë. Një gjalleri, 2 recate i dridhen kam. Shëmpitja halal dhe harami. Stabiliteti, një plakë njoft 6 orë, 7 orë në ditë lexon Kur'an. Një gjalleri që i ka synin më të mirë, që i shef më mirë, s'ka kohë 15 minuta për Kur'an një gjetë. Mesazhi kësaj është, çka të të ndalë ty një ibadet Zotit, ashtu të ndalë se ti nuk je të ushqy me halal. Allah i na furnizoft me halal.
kërkimi halalin dhe largimi nga harami është obligim për çdo musliman. Mesazh sidomos për të rinjt. A ka dikush për juve që nuk e don dynjan? A ka dikush ajo? A ke të doni? Edhe unë jam pjatë me. Rrejnë është ai me thonë që nuk e du dynjan. E pyta një herë janë, thashe, e don dynjan ahiretin? Tha ja, tha e du ahiretin ma shumë. Allah e shpërblet. Aja tha me gojë, ama me bindje janë. Derisa ti 12 sahat rrimtezk, ama 20 minuta në xhami, s'ki vak mi ba Allah i tjetu më rrejtë se e don dynjan. E don ahiretin ma shumë. Nuk e sinqert. E prandaj, vedia e lartë e islamit në mëson neve, mi thonë Allahut në çdo namaz, Rabbena atina fid dunya hasana. O Allah na jep të mirat e dynjas. Wa fil akhirati hasana. Dhe na jep të mirat e ahiretit. Ne nuk jena as jahudi, as krishter. Ato japin prioritet shpirtit, këto japin prioritet dynjas, jo, na edhe dynjan edhe ahiretin. Uthmani radhiyallahu anhu ka fitu xhenetin me dynja. Me mall, të e përgatit luftën e Tebukit. Të i dhonë karavanin komplet, ja ka dhonë një karavan ku në varfëria maj madhe ka qenë në kona Abu Bekrit radhiyallahu anhu. Uthmani e ka ble Bi'r Uthman, bunarin e Hazreti Osmanit, është në Medinë, në Hajul Eskeri është, kemi jetu aty afër. Ka hinë histori me këtë veçori të bujarijes. Nësë pëthojna që me dhonë miliona. Edhe nuk ka dikun argument që dikush ka dhonë shumë dhe ka hinë xhennet, po me një hurë hinë xhennet. Valla që kjo me këtë kushton me, valla që kjo xhami ka kushtu, valla që kjo ndryqim ka kushtu, valla që kjo rrugë ka kushtu, valla që kjo organizim, senet kushtojnë. Prandaj ibadetet janë ibadet me zemër, janë ibadet me trup dhe janë ibadet me pare. Cilës ja ke mësyti? Nëse Allah nuk të ka dhënë diturit, të ka dhënë pare, ndihmoje dinin me pare, Allah. Nëse Allah s'ka dhënë pare, të ka dhënë men, ndihmoje dinin me men. Nëse Allah s'ka dhënë as pare as men, ndihmoje me takat, Allah, se dikush do të me përzipe tonë. Dikush do të me largu të keqen, dikush do të mi thirë djemë të rinë në rrugë të hajrit, se do vetë gjitë dalaletit ka sot dush, ama të hidajetit ka pak. Sot shumica e të rive kanë qef rezultatin pa mund. Prandaj, rizku 50.000 vjetë para se marë në dynjat Allahit, edhe ty edhe mune ka caktu. E ka caktu Allah. Si që ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, porosia është, qysh me arrit furnizimin halal? Me pas një bindje. Allahu në Kur'an thot wa fis samai rizqukum. Dhe rizku ju është në qiell. E pastaj ne I marrim sebepet në tokë, fantashiru fil ard, dhe hesni për tokë, dhe kërkoni nga mirësitë e Allahut, kjo në suratul Jumu'a ajeti e përmend, Allahu falë xhuma, edhe shpërndan në tokë, kërkon nga mirësitë e Zotit. Ama një sen dush me ditë, me pas me bindje të zemrës dhe mendjes, se Allah është rrezakun dhu kuwatil metin, edhe ti nuk ke mundësi mi u largu asaj që të ka dhënë Allahu rizkun. Sa njeriu t'i ka ardhur rizku hiç pa e lyp Zoti çaq. Të ka dhënë më shumë se sa që ke lyp. Ama ka njerë ka një bindur se Allah ka më dhënë më shumë, Allah ka dhënë atë sa. Nëse Allahu të ka dhënë ty pasuri dhe ti largohesh prej xhamisë, Allah e ashtu të nderuar ashtu dënon. Çdo sen që të afron tek Zoti, derisa e kanë fukara e kanë xhami. Derisa e bë milioner, e ke lënë xhamin, e ke lënë mezhlisin, e ke lënë musliman, atëherë ty të ka hini drejt. Ti je furnizuar me haram. Harami nuk të lejon ty me dhon për xhamin. Harami nuk të lejon ty me stipendu studentat. Harami nuk të lejon ty me bën punë të mira në emër të Zotit. Prandaj, kontributi dhe vlera e ngritjes ekonomisë, sidomos në këtë kohë të muslimanëve, është shumë e rëndësishme që ne me fitu riskun dhe me pas një bindje se Allahu të jep rrezik. Kjo do të thotë, s'parë bindjen në Allah, e pastaj me bë punë të mira. E dyta, Allahu I madh në ka porosit mukhlisin e lehuddin. Mukhlis do të thotë punë të kitë sinqerta me më. Këtu garant shumica në të punësu. Dikush ka në fabrikë, dikush në dyqan. Dikush me rrugë në Turqi, dikush në Kinë, dikush në Dubai, dy vetë u thoj. Çka mendoni? Udhëtimi është I njëjtë, aeroplani është I njëjtë. Veç njëjti në rënë. Unë jam të shku me punu me halal, edhe me ngarku artikuj që ka janë halal, edhe dikush ka ngarkon artikuj haram.
Unë nisna në emër të Zotit dhe sipas sunetit të pejgamberit, e kam njëtin ibadet me ushqy familjen, shoqërinë, rrethin, punëtorët, familjen. Ky e ka me qitë shalom dhe mu ka një veçanë në shoqërinë e tij. Të dytë janë një rrugtim, një qëllim, ama ky është i sinqert, ky e ka në emër të Allahut, ose një mushrik po them, me një karrike u thojnë. Unë e bëj dhikrin e udhëtimit, ai se bën dhikrin e udhëtimit. Unë e kam galën e halalit, ai se ka galën e halalit. Unë e llogariti këtë punë ibadet. Se tregtia edhe puna është ibadet, është adhurim. Wa kuli amalu fasarallahu amalakum bi rasuluhu. Dhe punoni se e shef Allahu pejgamberin dhe besimtar. A ka një djalë, ka thonë këtu që s'punon hiç. Kishar njëri mas 48 vjet dhe tha, o kushta ja kum nis me punu. Ja, e kum bën jetë me anis me punu. Tash unë e kum bën jetë me lam. Do thotë ai mas 50 vjetëve do më anis me punu, do 50 vjet i kanë shku bosh. Një njeri që ka këtë fikër, këtë shprehi, është gabim. Allahu ka kriju me aftësi që me ndihmu procesin e halalit, edhe vetit, edhe shoqërisë. Prandaj, njeti i mirë e bën njeriu që me ngrit vetën, familjen, edhe muslimanët në përgjithësi. El hirs ala al a'mal as salih, do thot disiplina. I fe sabajnë se falmin drejk, falmin sabah, drejkan, drejk i qini, Ramazani e ka kohën e vet, haxhi e ka kohën e vet. Këtë llojet e ibadeteve kanë kohën dhe momentin e vet. Ama haxhin, ama e bojnë në batin se rreth xhamisë sillin. S'ka tavaf këto. Veç shijat e kanë në Karbela. Në tavaf Allahu t'i bojnë veç në Kabe, ajo është obligim për çdo musliman. E prandaj edhe puna, edhe cilësia, edhe forma duhet të jetë në konform Kur'anit edhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Porosi se unë do t'i flas disa fjalë që ta lëmë pastaj debatin më të gjatë. Përzierja halalit me haramit. Shpesh herë na e arsyetojnë. Për shembull, mi thon një djalë i tri që të sono. Ai don 1 milion euro cash sonte haram. Mi fitu, e kini shans një tregti me bë me haram. Ai don 50.000 halal. Pyetje po vas, po pys. Pyetje provokative. E rinia jona e kish pranu 50.000 shin halal, a 1 milion shin haram. Ose me pak haram. 1 milion shumë. Shumicë. Që kjo është pyetje shumë provokative. Elman, malli, është fitne. Fitnja ummetit e Rasulullah deri në ditën e Kiametit është dynjave. Shumë njerëz e kanë lënë fen për shkak mallit. Cilit mall? Mallit haram, jo halal. Prandaj, kjo është enë e diturisë, mendja. Zemra e ibadetit. Barki do në ushqimin, halal. Në qatë moment që e përzin, ka më të përzi edhe zemra dhe mendja. Qatë moment që punon me kamat, qatë moment që punon me punë fleqt, me alkohol, me drogë, me punë fleqta, me mashtrime, me tradhtia, me asi. E ke ushqy e vladin bile ma mirë, a jep fëmijës tanë të ushqim të helmu, jo Allah e këshyrë tamam. Pse? Wallahi një kompere pas kanë hango një 3 turistat janë në Stamboll me ketchup me majonez, pas kanë vdek. Edhe në qukit dynjaja qka inspekcioni halal me këshyrë standartin. E pa standartin e halalit shpirtit, me shka e të infektu. S'pët falet e vladi, s'pët gën gruja, s'pët ngojnë motrat, s'pët ngojnë vallahi haram e shëmpitja. Allahu ta lecon procesin ka Allahu deri sa ti e ki galen e halalit. Dhëtë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, talebul halali, wajibun, li kulli muslim. Kërkimi halalit është obligim për secilin musliman. Prandaj, duhet mu largu për çdo dyshimit. Për çdo dyshimit. Në ham, të li farmoj e mishna, të li farmoj konzerva, të li farmoj. Gjyshia, për shembull, Allah e qonë xhenet Haxhi Ademin e Uka kompanijës, kur ja pat nis me ndrejtë së gjukë të Haxhi. Haxhi Uka, Haxhi Ademi atë ndrejtë, a i thëga e kajmë një së gjukë, po se ha. Për dyshimit. A i ka besu ati, pa emri së gjukë ju ka dogë dyqysh, se në kone komunizmit, i në të folë për në komunizm, se po flasë për tash. Ka na hamë produkte që nuk i shohin heq, as si lexojnë atë cilësinë heq. Je për afatin, në të folë për cilësien. Prandaj rrugju ila ulema, një prej meseleve tjetër, është mu largu prej shybeve. Çka do të thonë mu largu prej shybeve? Ka kompani, ka komercialist mirë, ka menaxher të mirë, edhe ka jurist mirë. Sa kompanitë muslimanëve kanë hoxh në bordën e tyre.
me vetë çka është halal dhe çka është haram. Ama kur kanë telashe, valla më ka rrok sehri, valla më ka rrok magjia, valla kam telashe me këta, valla me ata, po normal që i ke pukit notorisht, kanë atojnë haramin. Ja çka po don ti më bë? Çka po don me bë? E hoxha marrë një herë më ta lexu suratul Fatiha, e më taknua ajetul kursi, më t'i largu shejtan të 30 vjetësh ai ka akumuluar në shtëpinë tonë dhe në magazinin tonë. Nuk shnoshë. Prandaj Islami është ilaçi çdo seni. Se na menojna vetëm në xhami, jeta nuk ka vetëm në xhami startojnë, alhamdulillah, gjysore. Ama edhe të orje jashtë, edhe të orje në pazar, jenë treg, ban muslimani mirë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Tajiru saduq ma'a an-nabiyyin." Tregtarët e sinqertë janë me pejgamberët e Allahut. Janë me pejgamberët e Allahut. Pse? Sepse rënë është më konë tregtari sinqert, sidomos këtë kohë të fitnave. Unë po tregoj një ndodhi që e tregova në Prizren për natë. Edhe më ka lënë në brez ky moment, sidomos trive për duke u kallzu këtë moment, shija e ibadetit. Një djalë i ri në botën arabe e ka vendosur një target me më rrini numër të madh, po tham hipotetikisht 1 milion euro. Thot, i më rrina qaq. Kur i më rrina qaq më ngushtu zemra ma shumë. Fillova pak mu distancu prej xhamisë, jo shumë afër. Mu fal po pak ma larg. Thash kam e ble një kerë më të mirë, thot e bleta. Thot, hala, ma keq, ja nisi mu më nxin jeta, mu më ngushtu jeta. Mas asajna, thot e vendosa edhe një vill me ble në deti, edhe ata e bana. Thot, hala ma keq mu bana. Mu shkoj ke standarti i jashtëm i dynjas, mu ngushtoj ke zemra dhe mendja, rahatit e shtëpia jo, me gru jo, me evlat jo. Veç numra në kryjnë, kur gjon qeter. Së në shijoj shaknatësien as të Koranit, as në dëgjimit, as të... Erdhën të shok të mirë, prandaj edhe kjo shumë rëndësi. Bashkëpunimin bëna me shok të mirë, jo me të këqij. Ta'awan 'ala al-birri wa taqwa, bashkëpunoni punë të mira, edhe mos bashkëpunoni në urrejtje dhe në armiqësi. Atëherë do shokët dhe po më thojnë, a e bojna një humanizëm, një humanitet. Është një shtet në Ballkan, në Bosna, në 1994, do të çoni thotë ndihmë humanitare. Edhe ai ftoft, do të çoni $100.000 merri çoni. Jo, tha vetë ki fitu vetë hajde jepe, shijoje procesin. E morën ata edhe shku në Zenicë. 5-6 shok, tregtar, tash nuk janë të bo biznis për me fitu dynjan. Tash janë të bo biznis me Allah. Janë të shku një popullit që ju shbaz zullon. Thot, në momentet kur fillu me shpërnda ndihma, normal, mas luftës, çka ka me bo njeri? Ka ushqim, të shpërndajtëm shumë ushqim edhe u knaqë. Atë atmosferë të se harroj kur. Thot, po ke një moment, kur një vajzë 11 vjeçare, ishte pa kam, edhe na kishmi pru kolica. Për një mbalit. Thot edhe në moment, thot, me më fotografu mu, thot e kapa atë vajzën, kër e këm kapa atë vajzën në dorë, thot, zemra filloj mu mudrit. Edhe vlova në kolicë, ishte një ndjenjë që isha mi dhonë në gjendje 1 milion euro veç atë moment knatësijës imanit me knaqë. Thot e vlova në kolicë, ajo vajza më ngjiti thot për kame. Kur më ngjiti për kame, po kame ajo vajza. Edhe pi thot ati përkthysi, çfarë halli ka? A bën t'jap 10.000, 20.000, çka ka? Këtë ja plotësoj. Ajo vajza i shkon tukajt, i thonë Axha, bën ta shoh fytyrën tënde. Thot pse? Thot po du me pa fytyrën tënde. Se ti ke ardhur pi çoshit dynjas. Edhe unë s'kam kam, e tash më ke mundsu me kolicë me hec. Po pse më pa mu? Thot kur dal në ditën e kiametit, Allahu tem ti tham, o Allah, merre që këtë Axhin që e në xhenet. Atë ka shku menja në herë me gëzu dika, sa njeri vdes për një paracetamol, sa studenti se në mbaron shkollë për 100 euro të tua që ti harxhon kafe për natë. Atë ka shku menja sa njerëz kanë dhimbë. Kemi një Haxhi Sedat në shkollë, po më kallzon zanin e kujshijes, çdo natë janë në dhimbën për shkak hapave se 50 euro kushton hapa, si ka 50 euro. Në nduhan harxhojnë 50 euro. Në kafe harxhojnë 100 euro. Atë ka shku menja me largu shërimin. Ndalo, që ky mall, a është i jotja i Allahut? Që ky mall është i Allahut. Ti je menaxher i mallit, je menaxher mirë ja keq. Shnetin, Allah i ta ka dhënë menaxher, je menaxher mirë ja keq. Mendjen, diturinë, pasurinë, prandaj
me çka e kontribon feja në Allahut ti. Edhe jo rastisht jam t'i dhënë fokus çështjes materie se e rinia, unë muj mi kallëzu që ta është mugjizët e pejgamberit alayhis salam, e muj mi kallëzu për mirajin, e për kuta dione, po këto kanë qef senet mi prek, këto kanë qef kërë të mirë, sa glam, se cili për juve. Se cili për juve ka marak një palat mirë, se cili, vesh një sem për thamë, Allahu nuk ta huk mundi nëse ti e ki njetin e lartë. S'ka mendje ma e lartë se mendja e cila madran Allahun edhe e ka piksinimin me fitur riskur halal. Që kjo është mesazhi? Pleq nuk kanë thonë Zotit ta shtoft pasurinë, nga bim është mi thonë Allah i ta shtoft pasurinë. Se ti thu Zotit ta shtoft pasurinë, gulfat me pasurinë, të largon pijamis. Zotit ta shtoft bereqetin. Prandaj 1.000 ose 10.000 janë më të vlefshme se sa 1 milion haram. Se harami, unë po flas me praks, me përjetim, shumica illa man rahimallahu, veç Allahu që i ka mëshiru, sikletet më të mëdha e kanë ato që i kanë xhepat plot e zemrat bosh. Allahu s'ka kriju me mush gjepin e me shpras zemrën. Allahu s'ka kriju me mush gjepin e me shpras mendjen. Allahu s'ka kriju ty me mush gjepin e me trishtu fukaran dhe me nënçmu të tjera. Pa Allahu t'ka veçu me mallin tanë me ngrit fjallën e Allahut. Abdurrahman ibn Aufi radiallahu. Në histori nuk gudalohet me asgjë tjetër përse me tregtinë e sinqertë dhe formulat e tregtisë. Tregtia është halal në Islam, ama tregtia me standardin e halalit, jo me haram. Dhe kitë këta mesazhe nuk mund e ti me funksionu pa konsultimin haxhallar. E punojnë ka pak me dynja, unë kam hoqë personat që konsultona për meselet e shitblerjes, halalit të haramit. Të na, masi ti gjegët cergat për i kanë. Hoxha, po shka me bo, pëse e ku bon këtë punë, për ku mi 700 mjera, ba me vledhë zeqat për 700 mjera kamat një halon ati. Që me ndori është. Kjo është më të mashtru ty, hoxha, tregtari. Pse nuk dha zeqat, pse nuk dha sadaka, pse nuk u konsultove para se me hinë këtë proces. Po masi të ka gjegë, hajde hoxha, një 800 mjera zeqat ja lajnë në ati, sa i ka hinë laknave. Po i s'ka hinë për gjihad ati. As për gjami si ka dhama të pare. I ka dhama për harama të pare. Në shpesh herë, po flas edhe sasien edhe cilësien nuk konsultomi me ulema. S'po flas me seselin hoxh, me shumë respekt. Po xhallar, sidomos që i dinë rregullat, se janë çel, ndajani, janë çel dyrt e fitness, dyrt e luksozit, batinca kur s'ka pas pasuri sa sot. A ç'është magji? Unë e moj men, 92-ën kom moj ders në batincën, vitin 1992. Apo? S'ka pas këtë atmosfera imanore dhe bindja që nivelit, jo veç këto, nuk këtë rëthanët. Sot jam të shtu fitnet e dynjas, sa ma shumë qelen dyrt e dynjas, më qelen dyrt e shpresës dhe mendjes. Sot ka pesimizëm, mendim të keq, sot ka shpirtat ngurt, sot ka arogancë mes vllaut dhe vllaut, sot në saf e këshyr një tjetër në shtrend. Pasha Allah i mund më konë, pse e ushqime haram të ekë, a i s'ka lidhje me ty, po të hegërësëm zemrën haram, në Allah. Gotë Rasulullah një hurë, e ka ndëru hurën të butë, me të thatë, 2 hurë me të thata me një të butë, sahana. Kur ka ndëgju, Ebu Bekri, ka thonë, e kam ndëgju pejgamberin e samë duke thonë, e ka shti gishtin edhe ka hekë, pse se në Medinë s'u konë koha e hurmave. I ka thonë, kjo është kamat, me ndëru 2 hurë me të thata me një të njohë, me ato rrutat të buta, ka thonë, e kam ndëgju Rasulullahin a.s. I cili ka thonë, zjarri është më meritor për me djegë qatë trup i cili ushqehet me haram. Ka ushqehet, e ke kujtu të pinë savat, dhe i sot, e ushqehet. Ndoshta kitë superje, edhe vetëm furnizimi haram të ndalë udhën për kasë gjaminja. Sa milioneri ka sot pare nuk shkon haqë. Kitë dynjane ka hecë, Allah i se me thot lebejk, Allah me lebejk. Se në shkon Allah i mi a pastru komplet gjënës, se mundësën Zotit, ka dhe pare dhe shnet. Harami i përzim nuk janë. Amo ka dikush 30 vjetë në tezgë. Amo më baqë ka bo. Allahin e ka dasht. E i ka grumullu ka 2 grosh, ka 5 grosh, ka 5 bonka, ka shkuj ka thonë Allah i të lebejk, Allah me lebejk. Prandaj, ky menaxhim i kësaj formës është obligim për secilin prej neve si musliman. Thot Allahu në Kur'an, ja juhan nas, o ju njerëz, kulu mimma fil ardi halalen tayyiba. Allahu dhe në Kur'an, o ju njerëz, hani do të nga risku në dynjat, halalen tayyiba, halal edhe të pastër, edhe halal edhe gjonat e pastër. El kasb el haram asbabu adrar, pastaj
malli haram e instalon në shpirt një sen shumë të rrezikshëm, më në mend. Cilën? Sprova më e madhe është sprova e frikës. Njerëzit që kanë shumë parë kanë frikë më shumë. Ato shkaponin me haram. E ke pa? S'ka ne fukara bodyguard, ka? Ama tregtarët kanë bodyguarda. 2 para, 2 mas, 2 anë, pak më të lajsh ka e. Do të mërujt. Për kujna mërujt? Haramit. Vallaj edhe gjumin se ne banë rahat. Thash parzët, papi. Prandaj, Adamul Khauf, Allahu ta largon frikën nëse ushqehesh me halal, të kundërta, nëse ushqehesh me haram, Allahu ta shton frikën në dynja, edhe kime dhon llogari në ditën e Kiametit. Qysh? Se kime lëviz kamën, nuk lëviz kama e birit Ademit në ditën e Kiametit derisa nuk pyetet rinia si e kalove. Rinia është forca e ardhmërisë. Rinia është ajo që ka ngrit Islamin dhe muslimanët. Rinia është forca më e madhe një ardhmërisë të ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ama masalena, ku e fitove dhe si e hargjove? A e fitove me halal, edhe a hargjove me halal. Disa njerëz, djemë të ri, kanë qëtë më vatë sukseshëm, jetë sukseshëm, milionera për një natë. Turqët e kanë një fjallë, kush qohët shpejt, bjerë shpejt. Shumica, kemi na shumë kompanin në Macedoni, edhe në anën e Juvë, Karshia, për një moment u bo zengin, për një moment u bo fugaron. Ama janë do pintez gëtë, kadal. Lakmia, pa merit, mrena natës, mu ba zëngin, kjo e trishton njëri. Prandaj, mës mungut, për çka, dhe të të fitimi tjetë shkallë. Kër ta bëjsh një punë bane mirë, je bukpjeks, je tregtar, filla mës filla numrat pa limit, në target. Pse? Se korritësh. E shohal muta, thot pejgamberi sa 3 sene, 3 njerëz janë të shkatërruar. Lakmusi pa kufit, me lakmun çdo sen që do. Por ti ki kër, sheni magar që do, sobe magari për ti. Për atë çka shkon për dru, valla, do për ti. Valla ti mi disë qytetit ta kanë që këtë traktore, o ti nuk du traktorin mi disë qerit. Traktori do të bujt. E lakmia ta ngushton edhe ta trishton zemrën ata. Kënaqu me atë çka ta ka caktuar Allahu. Rida bil qalil ka thënë Ali radhiyallahu. Çka o takollaki? Khaufun min al-jalil, me pas frikë Allahu. Amalu bit tanzil, me punu sipas asaj që ka thënë Allahu dhe pejgamberi, o rida bil qalil, edhe më kanë kënaq me atë çka ta ka caktuar Allahu. 10, 20, 30, sot jetë, po më kanë i kënaqt. A kive punë si vetë, çka i ki punë? Valla e zbajnë heq, a qëtëri. Valla, shka i ki punë dhe, e zbajnë heq. Edhe a i shka falit gjami. Në fund të të një parë, elhamdulillah, me mërë s'ka do të një akshivrat, elhamdulillah. Mas bram të elhamdulillah. Mirë me para 20 vjetëve, nështë ta e bona tejbër, apo? Në zgata shumë a vejtë? Në gjami e pash një gjematri temë, Allah. Edhe pinë hudve, aja është ukesh ati. E pash e maj men, kur kina shqit bashkë me ta, ka 400 kg kompira për një ditë kina shqit. Kjo është ma bet në 87, në 88. Edhe o kusha, i shqit e kompirat be, ja, a ka punë? Ja, e i të s'ka punë. 400 kg kompira. Për një dejnë 12 saati. E bleti një dyqan vogël, kusha ka punë? Edhe i s'ka. 30 metra katëror dyqanin, një dyqan gjiki. Masalena, masja 5-6 vjetëve, 160 metra dhe, kusha ka për punë? Valla, ja, e s'ka. Pasha Allah, e ka bo 600 metra dyqan, e 6.000 metra objekt, e ka bo magazina, e ka martu gjemë, e ka ndrejt shpia, hala shkon, unë jam të folë si shemë, a është muslimani mirë, a i falë namaz, kitë regull. Shprehi e keqë. O qalilun min al-ibadi ash-shukur, pak prej robëve, Allah është anku, pak prej robëve thotë më falenderojnë mu. Pinë tezë, në 6.000 metra katëror, e atë mungon, diçka së të mungon, atëherë ti diçka me zemrën tanë, ti nuk jetu ditë, mi thonë Allahut, elhamdulillah. In shakartum lazidannakum, ti mush me punu gjithë ditën në më fukaran në zemrën. E lejset e l'ghina bi kathratil mal, nuk është i pasëraj që ka veç malë. Po l'ghina, dhina nëks, me ditë mi thonë me zemrë Allah, elhamdulillah, Allah, 10, 100, 1 milion, sa ma i fort, se dikush mund me thonë, hoqë ma pak, jo, ma shumë, ma mira. El mu'minu l'kawi, besimtari i fort është ma mirë se i do. I fort me iman, i fort me dituri, i fort edhe me pasuri.
Se pasuria e Abu Bekrit e ngriti Resulullahin, pasuria Abdurrahman ibn Aufit, e Uthmanit, ata e ndihmuan Islamin dhe muslimanët. Ama jeta nuk ka kuptim, ama në atë kohë ka pas Abu Dharr al-Ghifari, ka fumara. Edhe në atë kohë, edhe sa të ka, Allah i të sprovon ty me pasuri, të sprovon ty me varfëri, apo ban sabër, ama dhe ti e falendërues. Ti, a je dorë lirë, a dorë shtrëngu, ma da po du më nështu pasuria. Po të e mshelë, Allah i ta mshelë zemrën dhe mendjen. Ty mund më donë Allah, ma ti e ki të mshelë. I thanë Hasan al-Basrijes, pse po jep ti? I thanë jetu i dhonë edhe njerëzve që kanë. I tha, po më vjen marrë për Allah, i tha, e di thaj që a i ka. Po mase a i e ka po Kabul dhe ka shtri dorën, e kam dëgju pejgamberi sa cili ka thonë, se dorat që jep është më mirë se dorat që merr. E unë pse jam të dhanë, se po frikina me mshelë, unë po më mshelë Allah. A ka mundësi Allah i më të me të borç, ty dhe mu? S'ka. Allah i nuk të borç. Ti e të Allah i të borç. Nëse ti banë mirë, nëse ti banë mirë, me mirësin që të ka dhënë Allah, edhe me malin, Allah i nuk të pakson, vetëm të shtonë, ma nëkase. Thot pejgamberi sa nuk paksohet, po shtohet. Edhe nëse ti dyshon në rizikun se me dhënien tonë Allah i ta pakson, atër ti imanin se ki tamam. Allah i ka emra, për emrave të Allahut është emrin Ar-Razzaq, furnizues. Allah i ka emrin Gani, i pasur. S'mund të më kon. Prandaj ti si musliman, me dy cilësitë e Allahut, Ar-Razzaqun dhe Quwwatil Matin, Allahu t'jep rrezik. Edhe Allah është Gani, i pasur, atër ti të dyshon cilësinë e Allahit se ti dhosh ti 5 grosh, Allah i ka më të nalë, jo, Allah i ka më të dhanë. Prandaj o vëllezër, na si musliman kemi obligim me pas bindje në Allah se rizki vjen në dorë të Zotit është. Dhe nuk ka mundësi rizkon mos me shfrytëzu. Në Medinë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njëri kishte la xhenaze. Edhe thot, tregoj të ndonjë rast shumë të çuditshëm. Po është një rast për jo tregoj. Me të vdekurin. Thot subhanallah, se nuk ka mundësi Allah i më ta marrë shpirtin pa të harxhu rizkun. Edhe ai konë të hongër bukë, edhe ka vdek. Ka fshata e funit e mishit në gojë. A më ngoj, se ka qytë e poshtë. Dhe kërë morë me pastru, si është regulli i pastrimit gjenazës, dhe të punën e parë, kërë e kumë marë, mas e kumë pastru pim brezet e poshtë, 3 herë në gojë, 3 herë në unë, kërë e kumë hapë gojën në copë mish, ta se ka pasë rëskë me hangër. Dhe të të Allahu ta ka caktu, edhe qëta, ti se ke pasë rëskë, ose aj se ka pasë rëskë qëta, la të stagjilu rëskë, ato më përgjëm mëse përshpejtor rizkon, se nuk ka mundësi më të ardhë vdekja, pa e harxhu rizkon tanë. Sot rinia ngutën haram, të menu se kam hikë rizku, edhe e përzin. E përzin jetën, e përzin gjumin, e përzin familjen, e përzin ibadetin, dhe nuk rahatohet. Dhe unë e përmeni veç edhe një ilustrim të fundit që të lamë habet debati. Përpara ku kam folë për halalin, edhe sot ne shofim në sytë, pas ka dalë një djalë i ri në Arabinë Saudite, me pa, na kiti njofim tregtar të Kërshakës i një, në Ganat. A ka dikush për juve që nuk e një firmën Marmaris? Jo, bordemin e njofim. Allah i rujt, i dhash bereqet, këtë muslimanët. Po flasë si shemë, që i kena kujshia të në shku. Si qka i njofim ata? I njofim si? Tregtar, musliman të mirë, Allah i shallah i shtanë bereqet edhe rëzkë. Edhe pas ka dalë një tregtar i madh me kerrin më të mirë në Arabinë Saudite vitin 95-96, edhe dalin njerëz me këshirë, me kerrin luksos. Dhe një gjaliri amësh. Edhe ai e ndal kerrin, e qel derën, e qelë dera, edhe këshirë thot heste kati. Thot pse ke dalë ti? Kom dalë më të këshirë ty se ti e suksesshëm, ti e biznesmen i madh, ti e kështu, ti ashtu. I tha, a ki shpiti? Po i kam 2 orë. A ki gruëti? Po. A ki fëmi? Po i kam 2 fëmi. A ki punë? Po jam punë. A ki rrobë? 700 euro. 2.000 real. Aha. Po të andëromi. Dhe habitet. Të shumë i thonë gjemëve të ri, andëromi me një tregtar në qasa i randët. Thot une, me bo me dojë pikerit që tu, së ndalë në kamë.
Po do të më kap 2 njerëz, pse edhe pin karrike, pin kë, e kam me 2 me robot më qit jashtë. Do të se kam pin brezet e poshtë së më punoj. Do të kam edhe një tjetër, ha. Unë jam tregtar shumë i madh që ti më njeh. Ama mund ka sprovu Allah të nuk kam asnjë fëmijë. S'ka kush më pret të shtëpi. Unë e kam një shtëpi, një pallat madh. Ama me bo me hinë ta, të të vaj, më them, zemra masi, të se më ha shtëpia, vetja. Të kënaqur. Allahu të ka dhënë ty më shumë të mira se më. Falendero Allahun se Allah të ka dhënë shnet. Falendero Allahun se Allah të ka dhënë gru. Allah të ka dhënë evlat. Allah të ka dhënë të mira. Prandaj, jo në synin e njerëzve shumë njeri që neve na duket se ka jetën e lumtur, e ka kamuflazh, mrena e ka helaç. Lusë Allahun e madh që Allah të na e përrësk halal neve dhe juve. Allah të na mëson mungime halal dhe me punu me halal. Edhe gjithë aty me Allah që i ka dhënë bereqet me kontribu për islamin dhe musliman, edhe me mallin e tyre, bi amwalikum wa anfusikum, Allah na ka urdhëruar në Kur'an me ndihmu këtë din, me çka? Me vetveten edhe me mallin. E tash parzët, as rruga, as shkolla, as xhamia, as mektebi, vetvetiut nuk vjen, po dikush u bë shkak. Atëherë ti ai shkak i ndihmimit asje. Ti fitoje me halal, ti jepe me halal, Allah i nuk të borxh. Nëse Allahun e falenderon, furnizohesh me halal dhe je bujar, Allahun nuk të borxh. Allahu ka më të shtu mirësinë në dynjë, edhe Allahu ka më të shtu të mirat në ahiret. Njëri tha hoq, po fukaraja kanë me hinë xhennet para zenginave. E vërtet është, në xhennet kanë me hinë 500 vjet para zenginave fukarave. 500 vjet. Ama është një sen, ata nuk hypin më lartë se zenginat nëse janë kontë sinqert. Që ka qenë Abu Bekri, Omeri, Othmani. Në të pozita e tëre, një njërë që ka dhënë, ka ndërtu xhami dhe ai që s'ka dhënë dhe s'ka ndihmuar, nuk është njësoj. Flas për mundësi, nuk është më rëndësi sa jep. Edhe 500 dinar, më në men, mëse në nëshmo kur 100 dinar ki vakt, mundësi, 100 jepi, 10 jepi, nuk e din si dhe dhez. Tek Allahu thash me pak fitohet. Unë nuk di argument dikun që dikush i ka dhënë 1 milion euro ka shku në xhenet, jo valla. Përgatitja e zemrës është para se me përgatitin njëtin. Ama të shqiptarët, kur ndërtohen xhamiat, a dini ku investojnë? Lusterat edhe minahën kanë qef me patë, por në të një vorit më dhanë dritë Allah. Në temet zërë kanë shqiptarët me dhanë. Pse? Se i mashtron shejtani njetin e starti nuk e ka të sinqert, për fundimin nuk e ka të sinqert. Prandaj, apo po them, fukarati kanë drejt xhamia tani, jo zengina. Se dikush të ka dhënë filani, jo valla. Se ai që ka 1 milion euro, edhe jep 1.000 euro, dhe ai që ka 1.000 euro jep 100 euro, kjo është ma zengin, ose 1.000 euro është ma zengin, ma shumë ka dhënë te Allahu sa ai që ka 1 milion euro. Allahu nuk të vetë në ditën e kiametit sa ka dhënë. Qyshe ka dhënë, njeti. Filloje me ibadet edhe përfundoje me ibadet. Edhe mesazhin e fundit, si më stas gati, pejgamberi sa ka thonë për duave të veçanta, Allahu marzuqni hubbal masakin. Allah më mundso ti du miskina. Njerëz të shkret. Sot shumica e trive me kanë qef me ne. Me zengina, me fukara. Wallahi me zengina. Shumica e trive sot a kanë qef me ne me pushtetar apo me njerëz thjesht, me pushtetar. Po një kategori e madhe kanë qef edhe në foto edhe me xhallar me dal. Ama vjen edhe imam i Çavës, Allah i shpërbleft imamin e Çavës. Ama 360 ditë kurs ka dalë në sabah, si vjen imam i Çavës del me ta. Mu fotografuaj, s'ka dalë mu fal. Ai mendon se nëpërmjet atij i falen gjinohat. 100.000 sevap e ki me shku mu falë mas ati në Çave, jo në shku. Ha? Me bo fata. A vëta. E pse për përmeni këtë punë? Njerëz të dukshëm janë këta, zenginat, pushtetat, njerëz. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë dinë e ka ngrit me njerëz të padukshëm. Kush janë ata? Ne njohim me Abu Bekrin që ka i dukshëm me Uthmanin e atë. Ama 100.000 sahabijën, parafërsisht u në Hajjatul Wada që kanë qenë. Ama kon Bilali, radiallahu anhu, sklav, rob. Ammar ibn Yasir, familja e parë e shahidave. Ka qenë sahabët e plot të tjerë që as emrin nuk ja di.
që e ka ngrit Islamin dhe pejgamberi s.a.s. i ka përkushtuar rëndësi. Çka më do të me thonë? Nëse pejgamberi i ka dashur fukaran, duhet edhe ti. Sa i vizitojmë familjarët e shkret që janë smut të shtëpiat e tonë, hall, teze, miq, babë, babçysh. Sa njerit ja kena mshel derën një haxhije i cili s'ka kush ja qel. Dje, një dosti jam e konë të haxhi baba jam. Prej 9 deri në 12:30, unë kom vra me fletë për rrugës në 10:30, se kom pa telefonin, më ka thirrë edhe mu. Ka shkuj ka bo muhabet. Unë po tham, sa është faktura e vizitës dostit tem, ma vizitu babën tem 77 vjeçar, Allah i rujt, ata edhe gjithë muslimat. A ka dash me respektu, me a qel derën ai që nuk ja ka qel dikush derën. Elhamdulillah, i ka gjitha të mirat, pa i ka nevoj për muhabet. Dikush nuk ka nevoj për muhabet, dikush ka nevoj për shpresë. Ai që ka është i smut, ai që ka fëmijën me tmeta, ai që ka në spital dhe nuk ja qel derën kërkush. Për nështë të qëto momente e të në gjennetin më shumë. Ka shku menja me vizitu dika. Atë ka shku menja me aquni parastamol dikujna, një infuzi dikujna. Ndoshta për shkak që sa i gjanja të vogël, Allahu t'jep shumë të mëdhaja. Allahu t'jep shumë të mëdhaja. Edhe ka shumë shembuj, që ka qenë një shembull në Angli, thua, ka pas diagnozën, si të përfundojmë, më vëni Allah. Një njeri pasër prej botës islame ka shku në Angli, diagnozën 0. Ska shërim, kancer, fazën e fundit metastazës, karshinje mishtore. Për ditë një grua përshkon. E pjapin kocet, pjapin një ditë. E qajat shërptorin e vetha, që se grua, qka tu bo që e, valla shkon lip ekstra. Aha, thuni atina, gjdo ditë, ku të vjen qaja gruja, gjdo ditë ka 5 kg, apo 6, apo 10, jep në mish. Qene fakturën, kjo Allah i ka në shumë bere që te je parë. 1 javë, 2 javë, 3 javë, mës 3 javë, diagnoza, rezultatët i dalin 0, s'ka kancer. Kush e shëraj? Se më të thonë, kjo është dëshmin. Ka thonë pejgamberi s.a.s. shëroni smut e ju me sadaka. Qaja sadakat që e ka thonë, ja ka ndëru dhe diagnozën. Allah i dash net. Allah i dash bereqet. Ti nështë 100 milion sahat me punu, Allah i nuk tje bereqet. Allah i ashtu dënë rizk dhe bereqet për shkak duas fukaras. Për shkak duas që ati të smutit që i gëronë. Për shkak duas që ati studentit që ai nesër ka mu bo mjeku më i mirë në Batincë, ka mu bo inxhinieri më i mirë, ka mu bo hoxha më i mirë, ka mu bo profesori më i mirë. Ti që Allah të ka dhënë bereqet. Sa studenti i stipendon, sa të smuni sharan, sa jetima jep, dy dyqane, njani 10.000 euro, njani 1.000 euro. Ky 10.000 euro nuk ka shumë ma, po bereqet Allah i ma shumë i thanë pikave, një hoqë në Shkupe të regoj Allah e shpërblet, tha, ka thonë vallaj jo, une nuk e fitoj të qaqë. Po të i kam nda 3 familje me jetima dveja që kanë dek burët, kanë fëmijë, do t'ja kom caktu 3 rroga, sa herë që fitoj, ja vapët e në. Allah i nuk tjetë bërqë. Po e nësë si ilustrim li për me edhe njerë lusë Allahun e madhë që Allah ta e përësë halal, edhe ta kontribojnë dinin e Allahut, sidomos në kohë të keqe, të filtrojmë riskon dhe të punojmë me halal, të ushqejmë bladin me halal, edhe Allahu në ngrit në dynja dhe në heret fara, sallallahu ala nabiyina Muhammed. A zgata shumë aja? Më kishtë tirë njani, tha hoqë, tha një derë se kishë vajtë, se no. A te ka zemë që ka pas e? Ta qishtë bëna milioner. E unë i gjeta këtë hadithet edhe jetët, qishë më bë milioner me sevape. Kush të la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu i ka që ka sevape. Kush e ban këtë namaz e ka që ka sevape. Kush e ban që këtë... Amo këtë me numra pa të ban hullum tim, edhe në fund njani të vazhaj, qishë më bë milioner, thasht atë veç për vetë jam të juve grani. Amin. Ska dhe? Ska pauz të na, ka musliman ska pauz, grani. Bujro.
Meselja është, pyetja është, pse njerëzit shkojnë në për mitinge më shumë, e nuk shkojnë koncerte dhe sene të tilla. Normal, këto janë, ka diferencë mitingi dhe koncerti. Koncertet janë ndaluar në aspektin fetar, me shku. Unë i them atë në muezinat e xhenemit, çka thrasin, edhe se muzika është haram, thonë. Se gjithashtu i vdes zemrat e njerëzve, ndërsa na si musliman e kemi obligim me shku vetëm me xhliset e xheirit, ku përmendet Allahu dhe pejgamberi. Ndërsa e dyta, pse njerëzit shkojnë në tubime, ka tubime që duhet me shku, për të mbrojtur të drejtën tane, dhe ka tubime që nuk lejohet me shku, në varet çfarë karakteri është ajo, prandaj ata duhet të definohen. Ata. Dhe nëse shahat dhe ofendohet ideali fetar kombëtar në një vend, atëherë ti obligohesh moralisht për ta mbrojtur, se s'ki mekanizëm tjetër mbrojtjes. Ama të na është tani e mesele e treta, se ti del dhe dikush ta shan Allahun, ta shan pejgamberin dhe ti i xhamati çafti tubimit, që nuk lejohet fetarisht. Prandaj duhet bojkotosh kësi tubime dhe kësi. Nëse kemi fjalën pyetsin në aspektin partijak, këna mesele interese individuale, të cilët njerëz japin prioritet kepshit më shumë se bindjes. Prandaj ne shkojmë në tubim, ku është i kënaqur Allahu dhe pejgamberi, çfarë ka tubimi më qenë? Ata, ndërsa nuk marrin pjesë aty ku ofendohet feja dhe populli. Pse njerëzit grumbullohen ku ka haram? Për shkak se u aktërun fasikin, thotë Allahu në Kur'an, shumica e njerëzve janë fasikë. Shumica e njerëzve la ya'lamun, wa aktërun la ya'lamun. Shumica e njerëzve nuk dinë. Wa aktërun al-kadhibin, shumica e njerëzve janë rënacak. Shumica e njerëzve janë qafira. Ma pak ka musliman se sa, prandaj kvaliteti çdo herë është ma pak. Në tubimet të shejtanëve ka më shumë çdo herë se në tubimet të xhairit. Dhe si vlerë po flas, sot metale ka plot në botë, ka hekër, ka bakër, mas pa fjari, prandaj ka çmim. E çmimi më i shtrenjtë i njeriu është me pas shahadetin, me pas sunetin e pejgamberit, me pas imanin, me pas mbarën, me pas moralin. Prandaj çdo herë musliman ka më pak se sa të tjerë. Bëjtëm. Mos me fal një namaz sa është gjënat, me e lanë një namaz, këtë qefit, se falë. Sa është gjënat, me e lanë një namaz për këtë qefit. Zakonisht njerëz nuk i lanë namazin për këtë qefit, i dhëjnë sehvat. Thotë Allah në Koran, fevejdun lil musallin, alladhina hum an salatihim sahun. Allahu ka thonë vajhalli është mjerim, është kërcënim prej Zotit, se dënimi është i ashpër, për gjunave më të mëdha, mas shirkut, ose për implementimit të fesë Allahut, mas shahadetit, cili është obligimi i parë është namazi. Prandaj, nëse e le muta'ammiden me qëllim namazin, ke bëhe muhim, do të thotë ke mohu Allahun. Edhe është për gjunave të mëdha, prandaj azapin ditën e kiametit piku fillon, prej natës vorit fillon duke marrë mishin e fytyrës. Prandaj nuk guxon muslimani me la namazin, por nëse e le me sehu, do të thotë me duke anashkalu, duke asgjësu. Por Allahu thash në të hek vërejtën edhe këtë element me pas kujdes që muslimani krejt mund mi va, veç namazin zbën me la. Pse? Se diferenca ati që ka besu dhe s'ka besu është namazin. Nëse fal namazin i e mu'min, nëse se fal, s'ka muslim ka musliman, ka me shku në xheneton pas sejdë, pa i pas sejdë Allah. Po të ne, zakonisht, njerëzit që janë në lërës të namazit, janë ata të cilët e lanë duke anashkalu se nuk kanë dembelijës. Nuk kanë vetdije të lartë për rrezikun dhe pasojën. Edhe unë mendoj se xhallar duhet të folë më shumë ti për meselën e lanjes së dana për shembull. Na folet për vakir, po. Më vjen Allah. Dana për shembull e pyet, çka i ki punë? Çka folëm na për tregtin apo? 90% njerëzve a ki punë? E dyta, apo të mësojnë fëmija? Apo të punojnë fëmija? E treta, a i mirë me shtet. Me bëmë mi thonë dikuna, si ki punë me Allah me namazin atë? Ti më jetë më folë që shto. Mi thonë dikuj, si ki punë me Allah me ibadet? Ose e ke falë sabaj, nëse drejt. A ka dikush për juve shka e ka thirë dika në sabah namaz sot në telefon? Sa babalar qohën sabah sot edhe nuk e thirin fëmijën e vetë. Allahu ka urdhënu në Kur'an.
Unë kom pas 7 vjet kur më ka hek jargani dhe ke, o birë, çu dhe ke se kjo është jargani i xhehenemit. Si fëmijë jam të fol 7 vjet ose në para 45 vjetëve, së çu kur me fal sabahin pa më çu, jam të fol minus 20 gradë, ftohtë valla, ka 10 jargana, s'kish mi nxehme, s'kish mi klima, s'kish mi ku desh me marr atë pikë të ftohtë është. Allah në xhenet i qoftë ato të parë. Ama insistimi i tyre wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, dhe thirrë familjen tonë namaz edhe përqendroje, pi çto fillon. Valla hoxha shkon me një mezhlis pa një ofit, edhe unë kam janis me fol për histori, për astronomia në islam. Argumentet kosmologjike për aty, nisja të namazit të shahadetit. Nisja të shahadetit të namazit. Prandaj namazi thot Allahu Kur'an inna salata tanha 'anil fahsha, namazi largon njeriu nga veprat e këqija. Çdo vepër që të afrohet namazit s'është tamam. I thanë ja imam, e pyetën një atë ulemave tha, unë umit të fal, po s'u largona nga të këqija. Ta salli, ta falet atë se ti si të fal. Namazi nuk është formalitet, namazi është ndjenjë. Ti dhe unë e pina çka çajson, apo? Me bëmë me pas një infekcion në lukë ti. A duke të ramële e tharë. E qetë. Shpeshera, kur vjen ai virus në lukë, e gripa. Shka të hangsh, ushimin më të preferu, e qetë. Trupi njeriu, zemra njeriu, do të mi bëjë vend i badetit. Namazi nuk është formalitet, është ndjenjë. Ty dhe njerëz falen, ky e platon, ky s'platon. Ty dhe njerëz lexojnë Kur'an, ky platon, ky nuk lexon. Ty dhe njerëz lexojnë Kur'an imamin e çavës. Njëri ti rënqetet zemra, tjetri si rënqetet zemra. Ku është defekt te imami atë ti? Te ti i smut. Ti që nuk qohesh me fal sabahin. Ti nuk e ke çmu Allahun. Ti e ke njohuru Allahun. O ma qadarullah haqqa qadrihi inna Allah la qawiyyun aziz. Ti nuk e çmuan, ata nuk e çmuan madhërinë e Allahut ashtu siç meriton Allahu. E pastaj vallai Allah im ka trishtu. Allah im ka sprovu. Allah im ka bëmë me normal. Si t'ja kthej shpinën në Allahut, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Ato që kthejnë shpinën në Allahut, ka me pas jetë të vështirë në dynjë. Kush e kthen shpinën në dhikr, është dhikri, jo. Dhikri është namazi. Aqimi s-salata li dhikri, përveç dhikrit, namazi është dhikr, thotë Allahu Kur'an, aqimi s-salata, falë namazin, aqimi s-salata li dhikri që të përkujtosh mua. Nuk është fizikulturë, edukat fizike. Namazi është ndjenjë, është ushqim. Nëse nuk të rahaton namazi, çka po do të rahatosh ti? Vallai musliman pa namaz. S'ka musliman pa namaz. Edhe një pyetje konkrete. A është më gjuna me elon një namaz edhe nga dëmbelia, qoftë edhe nga dëmbelia, apo me pi një kohë raki? Asë një në shqetë, musliman. Do me falë namazin edhe që dira bishë. E një pësë. Asë një në konkret në të nësë. Do thonë, Se alkoholit, jo, edhe alkoholit i gjinave të ndajës. Mallkimi Allahut është mbi shërbi dhe xhabar. Mbi atë që të alkoholit. po xhallar se thënë më shumë se me falë namazit më shumë. A një të qka fola? Më të është të dyja të jenë. Nësë që nderë. A gjisit kam të ja, e mirë. A të njojnë ato të rritë, nuk të kejnë mes të rive për me ndje vetëm atë forë. Po djema, kini në i pyjtje në i kushta, do i pyjësone. Shvizën i rasë në vetë në hozën. Po gja pri namaz, cili namaz të me i bleshëm, a ka pajta jesi, E ke shumë mirë. Cili namaz është më i plepshëm? Dita me shka fillon? në sabah. Usas, shejtani astikin e parë, kujnë e evran, sabah namaz, të imën 2 astika, 3 njëja janë. Njeri ka 3 njëje, kur bjen me fletë. Njën e parë, si tani në zani, e qënë për astiket e ka zgjidh një njëje. Njën e dytë, qofë me rabdes. Njën e tretë, kur ta falë sabahin. Edhe fillon dita hajra.
Athqal as-salati 'ala al-munafiqi, namazi më i rëndë për munafikin është sabahi. Din ti drejt fund i xhamatit. Din sabah xhamat. Pse? Se shejtani startin e luftës e fillon me sabah. Edhe pse i ka veç 4 recate. Ama dhe dita fillon me hajr nëse fillon me edhe leximi i Kuranit sabah dhe ndrejt nuk oni saj. Ka argumente. Inne Kur'an al-Fajri kana mashhuda. Ditën e Kiametit Kurani sabahit ka më të dëshmuar ty. Që Kurani është edhe i namazit, edhe i mas namazit, edhe i para namazit. Prandaj namazi sabahit është namazi më i vlefshëm, edhe pse këtë janë vlefshëm, po më prioritar është kjo. Olo, çfarë do Kemi u bërë gjumë. Po. Ja, e lidhet me karakterin dhe me përqimin, me vetë përqimin. Do thotë, në serja e këtë hoxhallar flasin Kur'anin dhe Sunet, po dikush formën e interpretimit e ka në këtë formë ose në atë formë, edhe dikush e lidh karakterin me hoxh. Në gabim është me thonë, unë jam vetëm filanin dhe filanin jam, po, filanin më shumë se filanin, ama këtu nuk flasim që na fjalë po se fjalë të Allahut dhe të pejgamberit, po këtu ka më shumë paragjykime dhe ka në vepacëllok të madhe. Si në stadion, jo Ronaldo, jo Messi. Këtë marrë, të dikim e futbollit. Realisht, këtë xhallar të kanë ngajnë me si njerëzve më ahsanu qawlan mimman da'a Allah, me ngrit fjalën e Allahut. Nëse do me ngrit veten, ai ndëron veten, jo ligjëruesi. Se realisht, esenca e ardhjes tosh në me ngrit fjalën e Allahut, jo vetëm. Ama në mezhlis ku përmendet Allah, normal që po thon. Këto më shumë paragjykime dhe vezvese. Allah. Nëse ka kamat nuk lejohet, nëse ka ndonjë kompani që jep artikullin pa kamat, 10 rata ka 1.000 euro, 10 rata ka 100 euro, lejohet edhe. I thënë bil taksi. Ama nëse ka shtesë në ta, dhe në marrëveshje nëse e bëron e bën këtë ka kamat, atë haram. Se këto në këtë uksot. Nëse jo, dësh me largu, se kështë largu me këtë dyshimi, atë që e përmena kalim. Këtë që di që s'ki takat me këtë, pse në? Edhe të në himë, pëse vita, veshë, laknije, pashtraj. Nuk është pati të më mora iPhone 17 që. Më në një Nokia 50 euro. Ka kamat. Ja. Taksit. Nëse ka taksit me marrëveshje, e bejani me shtiash, e bejnë është me përqimin djohëme. Unë të ashes 12.000 euro. Çdo muaj ka 1.000 euro që vetë, usas s'prishmë, të rarisht. Ama nëse ka ikë çmimin e asaj, nëse na thonë 10.000 ka ikë të mëllajt. Çmimi është me përqimin e djohëme, ti që shtë zgjidh. Çmimi s'mund më kanë një saj. Jam qartë, artikulli vitë dhe shdrit. E çka nëse ka shdrit, Mercedesi ka qenë 100.000, e komplet 80.000. A i këmë vazhdohëm atia, po me përqemë ma ka në 80. Pse? Se për një ditë, 1 vjetë ka hupe. Ndryshimi i vitit, me 13 e 12 vjetë, e kena marrë 20.000 euro mali. Shka me ba? Për rëski janë takserat e ati. Jerë se Allahu ba dhe mi batë, Allah e për rëski janë i të tjetëri. Ma e mirë është. Shkoj, ablojbë në gjumu të pejgamberit, se mi tha, a ma shetë teve. Po. Përsa, por që kaq, u morën vesh ta, më të pagu ta mas një mujë.
I tha, sa larg shkove. Nga mesë. Pejgamberi sa. Sa larg një muj. Do të kush garanton që jeton ti një muj. E të nësa 10 vjet balla të borç këllin. Edhe shka më në më të më. Më ka pish në veshën. Të gjohë se ka më. Të na kena shpresa të rrenjshme. Kena qef me marë, pa plan se mundësi se çish kemi këty. Leç kanë thonë shtërin kanë sa ta kishe rrallë. Vlerën e kanë. Në fund nëse vëna me ndry, atëre 8.000 euro. Të ti plus me euro, plus me ndry. Po vetë një herë Ja, nuk është kamot. A vetë të thëmë, el-bej'an, kjo është marrëveshje të kompenzim. Nuk guxon më kanë gram për grami atan. Për shembull, 1 me 1.2 gram. Se kemi unas, ari, argjend, orizi, gruna, misri, këto nuk lejohen me shtim. Malla tjera, janë me pëlqimin të dy palë. Pse sa ajo ka cilësi tjetër, ka vit tjetër, ka amortizim tjetër, aty unë e thaj e vlerësoj që shpo. Me kompenzim e vlerësoj 7.000, me kesh e vlerësoj 6.000. Se këtu realisht, nuk po thama është mashtrim, po këtu ka saj, me që po thonë, kamuflazh të vlerës. A kush është ai ekspert që e vlerëson se i bën çast, është i bën më pak, është i bën më shumë. A vëzon? Nëse kushton malli 10.000, ama thot si kam parë të jap shtash, mbas një vjeti me ta bot 12.000 do ta jap. E tregova, kjo është me taksit, me pa shtimin e çasajve. Pa shtim. Pa shtim. Ajo lejohet me ta. Ama nuk lejohet nëpërmjet bankave, me hinë ndërmjetësu si ti, si person, bank. Po të në shka bajnë, shkon e blinë kerin 50.000 euro, edhe thot tash s'pa ka marrë, me lizim. Po ti realisht nuk e blinë pi kompanisë, e blinë pi bankës. Edhe banka bala e tretë, ka ndalu pejgamberi sa me të shit dikush i cili nuk është pronari i saj. Ka plus me banka ashet pare, ashet kere. Me çdo kontratat e jo telefonave nuk janë, po këto gjën Neptun këtë me banka kanë duket këto. Po gjallë një pyetje. Pandeminë edhe atë që vritën pa fajshë. Tu, gra, leq. Që kanë ata në të një. Allah i qofë në gjenet, këtë ishallah shahida. Aja është vend ku kanë jetu mësë shumë t'i pejgamberët të Zotit. Edhe që to janë ata shka e kanë ndërë gjakin e njerëzve më të pafajshëm, gjakin e më të pastër të njerëzimit të pejgamberëve të Zotit. E këtë janë në zinxhir, ajo i thojnë Ardushan, ajo është toka e Shamit. Toka e pejgamberëve. Toka që ka zbrit shumë qitape. Edhe kjo është prej fitneve të akhirus zemanit, të kohës së fundit. E prandaj kjo luftë nuk është luftë as kombëtare, as luftë territoriale, po kjo është luftë e shahadetit. Kjo është luftë e dinjitetit. Dhe këta e ka harru, ja ka dhënë një ders të madh botës, edhe fuqive botërore, se veç imanlit i dalin karshi me gjithë vdekjen që janë. Po na thojnë se kanë vdek, ama për këta Allahu ka thonë mos thuni që kanë vdek. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Mos thuni për ata që kanë vdek në rrugën e Zotit, janë të vdekur, bel ahya, ata janë të gjallë tek Allahu. Këtu nuk e kanë bë istikamin që kanë rrit veç burrat, e kanë rrit edhe gratë, edhe nanat, edhe lopët, edhe fëmijët. Edhe një bindje, se akiden imanin e kanë pas nivelin e duhur, edhe i kanë kallëzuar një rreth të mirë, edhe botës që nuk e njohin Zotin, për i kanë treguar dhe botës muslimanëve të lumave dhe të mishtave që kanë se na jemi këtu për ta mbrojtur fjalën e Allahut. Allah inshallah ka pranuar si shahida. Ka bërë si rofta dhe njëra për alimin. Ki atë që ka përmendur çfarë para të jashtë Neptuni ka në ratë 4 ratë, apo nëse ka në ratë. Ati konsumi në punë, nuk ka marrë çfarë të krejnë për bankës, për rovë. Nëse nuk ka kamat dhe në marrëveshje nuk ka kamat, nuk prish punë.
Po nëse del tipi punës, kipi ku mi ja dhon ata para. A ka mekanizëm për më t'i marrë ai parët me zorë ose më dhën kamar? A jam i qartë? Nëse e merr një maqinë, 5.000 euro, ose një televizor, merr 500 euro, pse më marr 5.000 euro? Se nesër del pi punës, teknologjik i veçantë, edhe ai ti merr me automatizëm, çdo dyshim që ka hapje të dyshimit nuk guxon me marrë. Ja, në për ata sa imet atyre, ti nuk i përgjësim nëse është malli mali. S'prish po. Na për Ramazan japin dysh, për shembull. Ata një javë është, nuk është një ditë. Sa ma shumë, po të thoshtë sa ma shumë. Vesh për shemë të zëmë për të dërë është me rëziku. Vaj, ulliri, do të të ushtimi që ka krye shohë të eksistencë. Nuk se ose s'ka lidhje. Se sa të më thonë rëzike e hundi sa të e dojtë. E haram. Për ndetit të i parë, haxhi jo. Haxhi, unë është sunet me shku, a haxhi është farz. Prandaj prej kushteve të haxhit për me shku në haxh janë dy punë shumë të rëndësishme. Para me qenë musliman, e dyta më kanë me mend, e treta me pas fuqi, më kanë i shnosh, edhe katërta me pas pasuri. Nuk lejohet, haxhi nuk është për njerëz që s'kan mundësi. Dhe me hinë bashkë, me shku në haxh nuk lejohet. Me hinë bashkë, ama njëri thash një herë, thash pse nuk shkon haxhve? 75 biznesmene ishme, në Argentinë, Brazil, ka mos i shkon, këtë dynjana kishtë, e kam në haxhve, thonë Allahit lebejk, Allah me në jugunal, ta jo, ta po s'kam pare, dhe gjema me menje, ta s'kam pare, ta shpërhajt kohë, ta gjithë këta shumë kam më ta pagua, ma ti kim më pagu ma sani me bashkë, ta qysh, sa i kish 2 milion euro kapital, mal ka, si kanë qëllu për momentin parët, a i ka mal, se më kom për darsën, 20 mjere, van darsën, edhe gjenë parën. Ajde shke me bëna hile, formale, do. Në shumë njerëz e ka depon 1 milion euro, s'ka para me shku me vllajt mi thonë lebejk Allahut. Po nuk di dikush piktin me zëngina që ka bë darsën, më thonë. E ban darsën 50 mijë euro, shkon Allahit haxh me kry. Haxhi ka mundësi për momentin me të marrë borxhën, unë kam kapital, po për momentin diku mos si kam. I kam ty ku qetur, ose i kam mbyllë, ose nuk prish punaj. Ama je fukara, s'ki të ardhëra, s'ki kapital bazë, nuk lejohet. A i qartë? Nëse lejohet, pa thamë, Allah nuk e ngarkon një njeri përveç asa mund me mbajnë. Nuk lejohet ti ki kushtimish për thamë, i ki të ardhëra 300 euro, në ti 500 euro t'japë sadaka, nuk lejohet. Ja nuk lejohet, po ti e ngarkon vete, nuk kërkohet nga ti. Sadakaja është formë vullnetare në të cilën ti jep me atë sa ki mundësi. Dhe jemi qartë. Ama dhe kjo punë, ka moment që ti s'ki për momentin, edhe mjebe një 100 euro t'ja për gjamin. Se kjo është moment, ati e lejohet, që unë kam shpresë, në fund mujt kam me marrë rogën edhe kam me tjetonë, ajo bënë. Ama unë s'kam hiq të ardhëra, se një ngjin fëmijët me bukë edhe t'jap njerëzve, jo, s'ban. Ose për momentin si ki me vete. Si ki me vete, unë t'jap. Sa kemi dhënë sa të përgjë? Mos a nisi akcijë, së në vinjarë unë jam akcijë atje, edhe. Nuk prish po, nuk prish po. Nuk prish po. Nuk prish, ja, mini herë mas sabajt, sush me bo dhikrin, deri sa t'lin dhjilin, do të të mi falë 2 reqata dhe me rëmë. Mos më ka gjefat.
Ta pagun haxhin, dikush piqevi aty ki borxhin. Pranoj. Nuk prish po, nuk prish po. Edhe frima më të shun haç, më ka vënë. Ja të aspektet, ma po të shmeria mund kam borxh. Jo, aty na duhet më asharru se ai ka borx. A do të më apo bejan se këtu ka pastaj fitne. Ti do të shkon haç, a mos më lën borxhin, prandaj duhet të sqarim në detaj. Do të më kanë arsyeja pse më shun haç. Unë e di një hoç tonin, 99 apo 2000, ja ka kry haxhin Kojshijes. Ta përmeni me emën, ai është Molla Feridi. Molla Feridi s'ka pas të ardhur, student, sigur na kej, qëllë, pugara. Ka shkuja ka kry haxhin Kojshijes, pse? Se s'ka pa njerë që e ka dasht haxhin me kry më shumë saj, a s'ka pas mundësi. Mëse e ka kry, ka shkuja ka po për hajë. Po, Molla Feridi, ja Molla Feridi i Shkupit. Në butelit, imam, shka, Percelini. E ka një sheqë, po. Me përmeni, Allah e është përlej. Do të thotë, pse? Ja ka pa lotin e mërzijës që ka qef me shku në hatë s'ka mundësi. Kjo ka pas mundësi, na ju ka ndash 3.000 euro, kjo me 500 euro ka kry hatin. To kon studentët. Dhe të regoj si detalj, Allah e shpërlej, shpoqin e datë. Po. Mirë, shpia. A kemi obligim me ndihmu fejen. Po realisht ndihmimi i fejes është ndihmimi jashtë. Ti e ngrit fejen, e ngrit vetën. Sa ke kontribu për fe, aq pozitën e lartë e ki në xhenet. Për shembull, okej, çish e ndihmon njeriu fejen? Sëna, Duke një mu... me pare. Po. Jo dhe fe. Sëna, dhe të kalëzoj. Po lekun. Gabim është. Unë e përmenda një pimin, formës është ndihmimi më i madh i fesë, më e mirë këtë fjalë. Ndihmimi më i madh i fesë është veç ti bën musliman i mirë. Nëse na që do kitë jena musliman shumë të mirë, i krymë obligimet ka që i madhin sa Allah, nuk ka mundësi mu kanë shoqëria jonë e keqe. Gjunahet e tona, mos aktivitetin në islam, i sjell kaosin në shoqërinë tonë. Përmeni diturien, që ajo është, pasurien, që ajo është, puna, që ajo është, kritë në rregull, do ti bën musliman. Ndryshimi i islamit është me ndryshimin tanë. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Allah nuk e ndryshon popullin e një ummet derisa ata nuk e ndryshojnë vetveten. Prandaj Allah ka dhënë Kur'an dhe Sunet që ti ta ndryshosh vetveten, ta afrohesh ka Zoti. Dikush afrohet më shumë me dituri, dikush me pasuri, dikush me fjalë, dikush me mundim duke mundu. O, dikush zdi ndryshe vetë se shkon a vetë njën e parë dhe ka shej. Armë, këtë dhe qa që një. Prandaj, kontributi i fejës që qështë kontribuena, më i mirë është veç t'i banë musliman i mirë. Musliman i mirë me zemër, me mend, me gjep, me krejt. Po fitë të tjera në. Konkrete. Po që ti i rezoni do që me 5 herë në ditë ti i rezoni, me thirr një person 5 herë në ditë, një person që mund të thirrë 5 herë në ditë, s'u paraqitesh, e 5 herë Zoti e thirrë nuk paraqitet. Me thirrni deputet ose një kryetar komune, sa i paraqitet një herë. E thashun atë, sa e ka shpresën e punësimit, e ka shpresën e parave, e ka shpresën e asajna. Unë edhe një porosi për ta jap ty edhe vetë. Jo, Allah shpëlbet. Nëse don që të përgjigjesh kush, para se mi thon, para një të zemrën ja të përgjigjesh. Se na kujtojnë aty këna në xhami kena çaf me frajë, hajde çu xhami shkojnë. Se ti e ke garantuar xhenetin veç ti ke me ti në xhenet ai në xhenet. Pa shpërsia. Hajde vllaja, se namazi është i mirë. Këtë po. Ama edhe punën e dhënës, mëse stimula për me rëndshmu, stimuloj për marritjen e asfin Allahut, edhe njetin tanë. Kisha një djalë i ri, xhamatlie kam shumë, Allah i rujt. Sëna. Para një 10 vjetë. Xhamatli Saraj, djalë shumë i ri. Tregtar i vogël, tash Allah i ka dhënë shumë bereqet. Erdë më prunin i zarf. Edhe më tha, hoq, meri këto të lovejti të majet me tuat. Edhe jepi zeqat.
Se një gjallë, se kum njoftë. Edhe hala e përmeni Tollovajti, na Kosovart, ato Tollovajti si kena, a i dërvenit, po e këshyra djallë, ftyrën shumë të mirë. I thash ma ban halal, nuk ti marë pare. Pa pse? Thash se s'të kum pa në gjami për zë vakët. Kum pa në gjami. S'të kum pa. A i shfarë, po unë se kum pa në gjami. Qe gjallë sot, ka fundje, ka gjallin hafës të Kuranit, qe gjallë ka shku në haqë, qe gjallë jep zeqat, qe gjallë falë 5 vakë namaz, qe gjallë skuqët, qe gjallin iman, jo një gjamiës, 10 gjamië. Qe gjallë me këshirë dukët për zeqat atina mi dhonë, ja i më dhonë. Prandaj, në synin tonë neve të na dukën të njerëz të ndaj të Zotë janë të vogël. Amo janë të njerëz thjesht dukën, të Allah janë shumë të ndaj. Me rëndësi është në dynjatë, mos më kanë i madh të njerëzit, i madh tek Allahu. Me rëndësi është mos më kanë me Allah të musliman i madh, po më kanë me punë të Allah i madh. Më kanë me gëzu zemrën e muslimanëve, jo me trishtu zemrën e. Valla më du me shku në xhennet, ama e kom nënçmu filanin, e kom poshtërsu filanin. Unë kam pare, kam pushtet, kam forcë, kam gjansë ti nesër, me ba më të marrë, Allah i shpirtin, ti veç e me në gjenaza i keq. Gjenaza, ja i mirë, ja i keq. Kërdes, ndësh zëngjen, ndësh pushtetar, shka i thoj? E thoj ministra atina në të nashir? Jo. Shka i thojna? Gjenaza. Gjenaza është, Gjakovari kër i kish pasë ne minjamin, e kish malkut i kanë, kish thonë Allah i ta marrov gjenazën. Allah i mës të marrov gjenazët tona. E para se më bëjë gjenazë atë jemi musliman të mirë. Jo më të bjetë të vëgjuhën, më të svet të vëgjuhën, e ditë ka me pas ftyrat bardhe dhe të nëzime. Ftyrat e bardhe e ehlul iman, janë imanlit, janë sejdëlit, janë njerëz bujar, janë njerëz që kanë folë me gjuhën e tyre. Si ma hëm pi vëgjuhën e të risëgjuhën, ftyrën e tyre ka shenjat sejdës. Wa qulu linnasi husna, dhe thuni njerëzve fjalë të mirë. Këtë një pyetje, vetit banjani. Sota ke thonë fjalë të mira ma shumë atë këqija. Sota ke bo mirë ma shumë a keq. S'ka flasaj ke falë 5 vakë namazin. Më në të vëllësh gjanat e rëndamta. Më është me thonë e ke falë 5 vakë namazin. Allah i të ka dha 24 orë, në disponim të iski Allah i të mja dha 25 minuta reqatët mja falë. A ke po dhikrin e sabaj dhe të akshamit. Balla më ka rukë sehri, më ka rukë mësyushi, më ka rukë, ka në rukë, Allah, për shejtan, po s'kanë që tërpune dhe që atë e ka, që këtë punë e ka. Hajde o gjo, frimë ti, qëmë gjanet të në. Pësa gjallar dhe këtë punë në me shpejt janë. Bërza po moq janë. A ju lodhë ma gjithë? Ka. Allah i shpërbleft edhe ju, ishte knatësi mu kam me ju. Edhe pse ftesën e kena pas ma herët, po, neve nga ka marrë dynja, jena për rrugë, jena shumë, Allah i na falë. Alhamdulillah, Allah i shpërbleft. Allah wa sallallahu alaihi wa sallam.